17 prilli është data që Partia Demokratike ka vendosur për protestën kombëtare të radhës. Data u zbulua nga kryedemokrati Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët online, teksa u shpreh se skenari i tubimit do të bëhet i ditur së shpejti. Me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Mos mendo se nuk do të gjesh paqë kurrë, nuk do ketë stabilitet kurrë. Për ty organizatën tanë të ballukëve kriminal. Lideri i opozitës komentoi edhe rritjen e çmimit të naftës, teksa lajmëroi se demokratët kanë gati një paketë që garanton uljen e çmimit të hidrokarbureve. I garantoj se ne do të vendosim atë regjim fiskal i cili bën të mundur që nafta në Shqipëri të shitet një lloj si në Kosovë dhe Maqedoni dhe asnjë qindark më shtrejt. Kemi përgatitur paketën, javën që vjen e paraqesim dhe një herë para publikut, ekspertët dhe specialistët dhe deputetët tanë kanë punuar dhe do u njohim me te. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha nuk harroi dhe akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, i cili sipas tij ka bllokuar çdo institucion për të mbrojtur veten.